Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali ka zhvilluar një konferencë për shtyp në fokus ftesën e presidentit amerikan Donald Trump drejtuar kryeministrit të vendit Edi Rama për t'u bërë pjesë bordit të paqes, organizatës më të re ndërkombëtare të ideuar nga vetë ai. Gjatë fjalës së saj, ministra Spiropali e konsideroi këtë ftesë një vlerësim të lartë që i është bërë Shqipërisë nga presidenti amerikan Donald Trump. Sipas ministres, kjo ftesë drejt për drejt e presidentit Trump konfirmon forcën dhe besimin e ndërsjellë të stabilitetit strategjik. Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, përmes një letre për kryeministrin Edi Rama, ka ftuar Republikën e Shqipërisë për t'u bashkuar një organizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes në cilësinë e vendit antar themelues. Në krye e mbi të gjitha, duhet pranuar se kjo ftesë është një vlerësim i lartë për rolin e ri që Shqipëria ka marrë ndër vite në çështjet e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin ton, po sigurisht edhe në gjirin e organizatave ndërkombëtare. Nuk ka dyshim se ftesa e presidentit Amerikës është edhe një vlerësim i drejt për lidershipin e kryeministrit Rama, i cili është ftuar personalisht si antar i Bordit Paqes. Fatkeqësisht, edhe për një ngjarje me një peshë të tillë krejt të veçantë për Shqipërinë e vogël, ky lajm i mirë për emrin e Shqipërisë e të shqiptarit në botë është pasuar nga një lumë marrëzish të derdhura në Mexhlisin e Informimit Publik. Ndërkohë që Shqipëria ftohet si bashkëndërtuese e një mekanizmi të ri ndërkombëtar, i cili synon ndërtimin e paqes së qëndrueshme dhe funksionale në botë, duke nisur me një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më të ndjeshme të sigurisë globale, siç është e ardhmja e rripit gazës, opinioni publik shqiptar sulmohet nga brenda me gjithfarë fantazish të kundërshtarëve të kësaj qeverie. Mes të tjerash, ministra Spiropali u përgjigj thashë themeve dhe frikës që ka qarkulluar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë se ky bordi vihet kundër Kombeve të Bashkuara. Ajo theksoi se nuk i kundërvihet OKB-s, përkundrazi rrjedh nga një rezolut e Kombeve të Bashkuara.